Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Fillimisht dua t'ju kërkoj ndjes për zërin, pasi kam qenë pa qejf këto ditë dhe më ka ikur pothuajse plotësisht zëri. Sot jam më mirë dhe gjithsesi nuk doja që të rija pa shpërndar videon e radhës me ju. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Për përgatitjen e kësaj recete kam përdorur 400 gram mish viçi të grirë, një qep e prerë holl, një vezë, ndërkohë një fet buk do ta zbusim me ujë ose me qumësht. Unë kam zgjedhur ta zbus me ujë. Pasi është zbutur, do ta shtrydhim fort në mënyrë që të mos jetë e lëngshme, ja kështu me duar, si në rastin tim, dhe do ta vendosim në enën ku shtuam përbërësit e tjerë. Duke vazhduar edhe me erëzat, krip, hudhër, piper të zi, spec të kuq, rigon, kam përdorur unë. Erëzat janë sipas dëshirës, por për të përdorur romstek, për të përgatitur, romstekët e dasmave, erëzat luajnë një rol të rëndësishëm. Një lugë vaj dhe masën do ta përzijem shumë mirë me duar, sikur po punojmë një brum buke derisa të formohet një brum mishi me masë të njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. E mira është që ta lëm brumin të pushoj për rreth 2 orë në mënyrë që të lidhen përbërësit me njëri tjetrin, ndërkohë përgatisim pjesën tjetër ku në një pjatë do përzijem një vezë me krip, do ta përzijem shumë mirë dhe në një pjatë tjetër do shtojmë 3 lugë miell gruri. Këto janë romstekët, pra receta e tyre që përgatisesh në dasmat ku bëheshin në zonën time. Nëse ju keni një mënyrë tjetër përgatitjeje, do doja shumë ta mësoja nga ju, mund të ma shkruani në koment. Pasi masat i kemi gati, do t'i japim formën me duar, ja kështu në këtë mënyrë, dhe do t'i lyejm me miell, me kujdes, prandaj është patjetër duhet të përdorni duart në mënyrë që të mos ju prishet forma. Do t'i lyejm mirë me miell dhe më pas me vezë. Nëse nuk e preferoni aromën e vezëve, mund të shtoni tek veza pak piper të zi, kështu do e largoj aromën që le veza pas skuqjes. Pasi i kemi gati, në tigan do shtojmë vaj të bollshëm. Mos kini merak pasi nuk përthithin as pak vaj, dhe në momentin që vaj është nxehur në temperaturë mesatare, i vendosim romstekët me kujdes dhe me ngadalë dhe i skuqim në zjarr mesatar, duke i kthyer her pas here. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Vazhdojmë skuqjen kështu duke i kthyer përsëri derisa të marrin atë ngjyrën e bukur dhe të piqen plotësisht. Nuk e keni idenë se çfarë arome lëshojnë gjatë skuqjes. E gjithë kuzhina ime u aromatizua nga aroma e tyre. Janë vërtet shumë të shijshëm. Ju sugjeroj t'i provoni. I shtypim her pas here kështu me piru në mënyrë që skuqja të bëhet në mënyrë perfekte. Nëse dëshironi, mund t'i pishni edhe në furrë, sigurisht që po, por receta origjinale e tyre është skuqja në vaj. Dhe kaq ju duhet dhe i keni gati. E mira është që t'i shijoni të ngrohtë, të sapo skuqur, kështu e kanë shijen e vërtet. Mua më kujtohet kur ishim në dasma, atëherë ato vinin të nxehtë, ku sapo ishim përgatitur me atë shijen dhe me atë aromën fantastike, dhe tani jam shumë e lumtur që i kemi kushtet për t'i përgatitur ato
në shtëpi. Nëse e kishit harruar si recet apo ju kishit dal nga mendja, ju sugjeroj t'i përgatisni në kuzhinën tuaj dhe gjithë familja do kënaqet. Nëse ju pëlqeu kjo recet, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj nga zemra për të gjithë kohën që kushtoni kanalit tim. Ju kërkoj ndjes përsëri për zërin tim të ngjirur, por doja patjetër të prezantoja recetën e radhës tek ju. Na ndodh të gjithëve të mos ndihemi mirë apo të jemi sëmur. Ju falenderoj nga zemra.